Në një kohë ku sfidat janë pjesë e përditshmërisë, familja mbetet vendi ku gjem ngrohtësi dhe mbështetje. Në një intervistë për Ora News, psikologja Elda Ruçi thekson se familja nuk është vetëm përkushtim për prindrit dhe fëmijët, por edhe një bashkëtesë e vlerave të shenjta që duhet që të mbrohen dhe të ruhen me fanatizëm. Që të kish një familje, në radhë të parë duhet të jesh një prind i mirë, që të përqosh emocione pozitive tek bashkëshortja, sepse unë si psikologi mendoj që shtylla e familjes është nëna. Familja është një tokë ku ne duhet të mbjellim mirësi, që çdo fëmijë të rritet me dashuri dhe në brezat e ardhshëm të mos ekzistojë dhuna, debatet apo çdo gjë në sy të fëmijëve. Prindërit duhet të kemi komunikim më të afërt me njëri tjetrin dhe asnjë debat mos zgjidhet në pranin të fëmijëve. Psikologja sugjeron që shteti duhet të ndërmarrë më shumë hapa për të krijuar politika që ndihmojnë familjen. Por politika që duhet të ndjekë vetë shteti është që duhet të ketë edhe më shumë ndihmë. Ndihma duhet të theksojë se ka dhe nga ato familje të cilat nuk kanë të ardhura ekonomike sa duhet, dhe nënat detyrohen që të lënë fëmijët në çerdhe. Duhet më shumë vëmendje, sepse ka fëmijë të cilët rriten pothuajse me dado. Psikologja Ruçi shton gjithashtu se ndihma shtetërore mund të përfshijë programe edukative për prindrit, mbështetje psikologjike për familjet në vështirësi dhe politika që promovojnë balancën mes jetës profesionale dhe asaj familjare.